Dhe ka qenë një javë plot sfida. Sonte do më duhet ju them se kush ka qenë fituesi I të gjitha sfidave të këtyre 4 ditëve që kanë pasuar njëra tjetrën. Besoj jeni argëtuar, nuk e di Shëndrit si e ke këmbën gjurin? Aty, Mirë, është shumë mirë. Oje, po, Rogerti ja doli me sukses, ti ç'ne? Nuk e di, mora mësyshi, garant mësyshi, po. Kush ka marrë mësysh, mo? Rogerti, pra. Rogerti, ama Rogerti s'merr mësysh, a Rogerti, merr mësysh ti? Jo, e preka hundër me dorë. E preke hundër me dorë. Ka marrë mësysh vetëm. Matteo Brikena, e keni menduar që këto mund të jenë ditët e fundit kaluara në shtëpi me njëri tjetrin nëse... Jo, se keni menduar. Matteo, ti? Jo, se ka menu as du ta mendoj, me thënë drejtën. Okej, Miri, si kanë qenë këto 4 ditë për ty? Po, shumë mirë kanë qenë, se edhe shtëpia ka qenë e qetë, nuk kemi pas shumë debatet forta, po kishim sfidat edhe ka qenë shumë mirë, shumë bukur. Sfidat ju kanë bajtur të karikuar, keni patur sfida të larmishme, njëra për tyre për shembull ka qenë ajo ku jeni ndjerë si model të vërtet, domethënë përveç juve që bëni edhe modelin on the side, ca prej jush që nuk e kishit provuar ndonjëherë, besoj si Rogerti apo Shëndriti apo Miri, që nuk besoj se kanë bërë, keni bërë ndonjëherë modelin në jetën tuaj? Jo, modelin unë s'e kam bërë. Okej, se besoj treshja andej diçka për profesion, diçka për faktin që janë ku diun të rinj, mund të jenë marrë dhe si model ndonjëherë në punë. Rogerti, si ishte ti ishe model më? Ishte një nga ato andrat kur isha I vogël 15-16 vjeç që shkoja në Londër në zyrat e modelingut dhe thoshin ngënjeshin që po bën, po vetëm për reklamat seriale, a kupton pra reklama kështu që ha drithra, cereals, bravo. Edhe tani e kuptova sa vështirë ishte në fakt se ishin këto natyrali që u ktheshin rreth rrotull vites kur unë priça për më ardhë shkreta. Është punë e vështirë, ore, është vërtet punë e vështirë. Tani Enzo Attini ka punuar fort edhe gjatë kohës që juve ishit aty, edhe pam edhe disa prej bravo, ja po I kshojmë disa prej fotove që keni bërë edhe si ke hyje, nuk di. Model të vërtet. Në Instagramin e Bigut janë publikuar foto dhe videot e këtij seti dhe është momenti që të shpallim fituesin e përzgjedhur. Siç edhe e dini, nga leximi I zarfit, fituesi do të marrë një çmim prej 2000 eurosh për të shpenzuar tek Enzo Attini që tashmë është zgjeruar edhe me 2 dyqane të reja në Tiranë, tek rruga Mine Pejza dhe në Shkodër, tek lagja Rus, ku ju mund të zbuloni ofertat e pranverës për orat, syze dhe bijuterit Enzo Attini. Dhe tani, fituesi është... Kush është fituesi? Sa asun se di? Rogerti. Ku e di? Fituesi është... Matteo. Një nga gotë. Emocion. Rogerta Shëndrit. Matteo! Shumë faleminderit. Faleminderit Zati. Urime Matteo, e di që doje ta bëj edhe një set të përbashkët me Brikenën, po ja, edhe vetëm mjafton. Faleminderit Zatini, faleminderit. Shumë faleminderit. Se prisa me thon drejtën, po. Urime. Çfarë do t'i bësh ato 2000 euro syze? Qof çat ke qef Brikena se bak dergjë. Çat ke qef Brikena, thot, ç'është ky moram? Brikenën se ka më, shoku jem sa të më. Tani